Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit, nga data 30 qershor deri në datën 5 korrik. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaj për gjitha shenjat e horoskopit, të cilat janë postuar gjitha, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Gjithsesi, fillon kjo javë me hyrjen e Jupiterit në shenjën e Luanit. Kështu që do kem përfitime dhe do sillni dhurata në lidhje me 10 ditëshin e parë të shenjave. Në lidhje me 10 ditëshin e dytë ju do merrni diçka nga ky Jupiter dhe në 10 ditëshin e tretë të shenjave Jupiteri do qëndroj për një kohë të gjatë aty dhe ju do jeni të favorizuar, por gjithsesi varet nga harta e gjithë secilit, por do jeni të favorizuar më shumë se 10 ditëshet e tjera. Gjithsesi do ketë ndryshime të mëdha që vinë nëpërmjet Jupiterit, që do hyjë në shenjën e Luanit, dhe kjo është në datën 30, edhe pse kemi dhe hënën e plot aty, që do flasim në një video tjetër. Gjithsesi është një vit, do me thënë sepse Jupiteri hyn në çdo shenjë për një vit. Dhe do ketë kërkime serioze, do ketë ndryshime që do sillin zhvillime tronditëse. Është një periudhë ose një javë më tepër ku ju do jeni të fokusuar në lidhje me vendimet që do merrni gjatë kësaj periudhe, por edhe në lidhje me zgjerimin, ambicien, disiplinën që do keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një javë ku Jupiteri në shenjën e Luanit do përcjelli mesazhe pozitive. Duhet jeni bujar gjatë kësaj periudhe, të japim më të mirën tonë për veten, por edhe për të tjerët, të shprehim ato talentet tona. Është periudha më e mirë, të zgjedhim udhëheqës të lindur me ngrohtësi dhe humanizëm, të jemi shumë optimist, të kemi besim te vetja tonë dhe të shkëlqejmë dhe të bëjmë dhe njerëz të tjerë që të shkëlqejnë. Gjithsesi, çfarë nuk duhet bërë gjatë kësaj periudhe? Nuk duhet jemi arrogant, të besojmë te të tjerët, nuk duhet të bëjmë gjëra me tepritës, nuk duhet jemi egoist gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë, do me thënë një javë e mirë në lidhje me këtë Jupiter, por duhet kemi kujdes në lidhje me arrogancën, me egoizmin për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me gjëra që nuk duhet i bëjmë gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, unë nuk do flas më shumë, mund të flisja edhe më shumë për secilën shenjë të horoskopit. Unë do hedh tarotin dhe do shohim se si do jetë kjo javë për të gjithë ju. Atëherë fillojmë me shenjën e parë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Dashit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, shenja e demit, shenja e peshores dhe energjitë shenjave të tokës. Dhe kemi hënën e re, hënën e plot në të dyja kartat, dhe kemi dhe hënën e re. Atëherë, ju shoh të vendosur me qëllime në veten tuaj, do jeni karizmatik, do keni momente romantike gjatë kësaj jave, gjatë fillimit të javës, por ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me kontratat, me ngritje të ndryshme ekonomike në anën tuaj profesionale. Dhe Jupiteri do hyjë sepse kemi energjinë e Jupiterit këtu, do t'ju ndihmojnë në lidhje me fillimet e reja që do bëni. Dhe ju do shikoni që fati do jetë në anën tuaj.
mund të bëni fillimin e një njohje të re, ose jo mund të bëni, po do bëni fillime të reja në lidhje me dashurinë, me njohje të reja, në lidhje me një shtatzani, për pjesën tjetër, në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, dhe shoh që do marrin zhvillime shumë të mira gjatë mesit të javës. Dhe fundi i javës do t'ju japi rezultatet tuaja. Unë shoh që ju do arrini të bëni një fillim të ri me një person, do bashkëpunoni me këtë person, sepse e shoh në fund të javës. Për pjesën tjetër, shoh që do jenë fillime të reja në lidhje me punën, dhe do merrni rezultatet tuaja, dhe në lidhje me punën shoh ana ekonomike është e shkëlqyer, do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me blerje të ndryshme. Mund të jenë blerje shtëpie, blerje makine, sepse Jupiteri ju ndihmon në lidhje me një shumë të konsiderueshme. Ju mund të investoni në shtëpinë tuaj, mund të investoni te fëmijët tuaj, po shoh që do keni një rritje të jashtëzakonshme nga ana ekonomike. Është një javë fantastike me qëllime, fillime të reja, zhvillime, bollëk, prosperitet, bereqet, por shoh edhe të ardhura që do jenë në rritje dhe investime të ndryshme që do bëni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim si do ndikoj te ju, si do jetë kjo javë dhe si do ndikoj Jupiteri në shenjën tuaj gjatë kësaj jave. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë unë ju shoh jeni të energjia e shenjave të ajrit, të zjarit dhe të tokës që jeni ju vetë. Atëherë shoh që ju dëshironi të bëni gjëra shpejt në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohje të lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, do jeni më të gjallëruar, sidomos nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me pronat, pasurit paluajshme, dëshironi të bëni diçka shpejt. Ndoshta ju dëshironi të bëni një blerje, ose të bëni një investim në lidhje me një shtëpi, një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, sepse kjo periudhë ka të bëj në lidhje me ju, ka të bëj më tepër me familjen, me pasuritë patundshme, me anën tuaj shpirtërore, me shtëpinë tuaj, dhe unë ju shoh që ju do jeni duke luftuar ndaj gjithë shkaje për të arritur rezultatet që doni, sepse ju shoh që nxitoni që në fillim të javës për të bërë gjërat që ju dëshironi. Por në fund të javës ju shoh pak të trishtuar, ndoshta ju mund të harxhoni dhe shumë para, ngeleni me pak para në duar, një pjesë prej jush. Një pjesë tjetër shoh që do luftoni fort në lidhje me një dashuri, shoh që ka konkurrencë këtu, por gjithsesi në fund të javës do ndjeni që mund ta keni humbur këtë person. Dhe jeni përqendruar kaq shumë te kjo situatë. Ndërsa për disa të tjerë duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe në lidhje me lodhjen fizike. Disa të tjerë mund të keni disa tensione thjesht në mes të javës, sepse ju shoh që tregoni të nxituar, nga që dëshironi të bëni gjërat shpejt, dhe kjo gjë mund t'ju bëjë që ju të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Dhe aty do lindin disa konflikte. Por më mbrapa ju shoh pak të trishtuar, ndoshta ju edhe pendoheni në lidhje me këto situata që mund të ndodhin, por gjithsesi ju ja dilni, sepse ju shoh që ju do jeni duke ngritur zërin për të dëgjuar të gjithë të tjerët në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Kjo ka lidhje edhe me udhëtimet për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, duhet keni kujdes me anën shëndetësore thash, por dhe në lidhje me studimet tuaja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, unë ju shoh jeni të energjia e shenjave të tokës, shenjës Virgjëreshës, dhe jemi të energjia e shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose hënë në këto shenja, por mund të keni dhe të bëni me persona të këtyre shenjave. Mirë është të shikoni shenjën tuaj ascendente.
Atëherë ju shoh në fillim të javës, ndjeni shumë entuziazm, dëshironi të futeni në njohje të re, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe në fund të javës ju shoh që keni nevojë për një qetësi. Jeni përqendruar kaq shumë te gjërat tuaja sa që nuk shikoni një ofertë që ju vjen. Është një ofertë që ju nuk e shikoni, është një person që ju ofron këtë dashuri. Në lidhje me pjesën tjetër, dëshironi të bëni udhëtime, dëshironi të riskoni në lidhje me punën, ose në lidhje me shoqërinë. Atëherë vazhdojmë, ju shoh në fillime të reja, dëshironi të riskoni, ndjeni shumë entuziazm edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, dhe pse të ardhurat tuaja janë të vogla, ju shoh që ju dëshironi të filloni çdo gjë nga zerua. Keni bërë durim në lidhje me shumë situata. Jeni menduar t'i ktheni gjërat nga negative në pozitive, t'i shikoni më pozitivisht. Duhet keni pak kujdes me shëndetin tuaj. Shoh që mund t'jeni dhe duke refuzuar një dashuri në fund të javës, ose në rastin tjetër jeni përqendruar kaq shumë te përditshmja juaj sa nuk shihni një ofertë që do t'ju vijë. Kjo ka vlerë dhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, ku ju dëshironi të hapni diçka të re, dëshironi ta çoni përpara, ndoshta ju keni bërë shumë durim deri në këto momente për ta filluar, dhe është momenti që ju jeni gati për ta bërë këtë. Por dhe në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, me shoqërinë, me njerëz të ndryshëm, të cilët ju me motra, me vëllezër, shoh që jeni gati ndoshta për të bërë një fillim të ri në lidhje me marrëdhënie të ndryshme që keni. Do t'i shikoni gjërat më pozitivisht dhe shoh që thjesht mos u përqendroni te përditshmja juaj, shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me udhëtimet të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave. Atëherë është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gaforit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë jemi te energjia e shenjave të tokës, shenja e peshqve dhe kemi të gjitha shenjat e horoskopit, sepse kemi energjinë e magjistarit. Gjithsesi, ju shoh në fillim të javës, ju dëshironi të bëni një fillim të ri, por jeni shumë të mbyllur në lidhje me dashurinë. Ndjeni shumë të sakrifikuar, jeni duke analizuar njohjet, lidhjet, marrëdhëniet e mëparshme. Dhe kjo gjë ju fut në analiza në lidhje me sakrificat që keni bërë në marrëdhëniet tuaja. Dhe ju mendoni se çfarë mund të bëni ndryshe nga ajo që keni bërë deri tani. Ju shoh që keni manifestuar në lidhje me një fillim të ri. Thjesht duhet të hapeni ndaj një dashurie të re, sepse ju shoh shumë të mbyllur, thjesht jeni përqendruar te sakrificat që keni bërë, dhe ka ardhur momenti që ju të manifestoni në fund të javës, sepse shoh manifestim, shoh realizime të gjërave që ju do manifestoni në lidhje me një njohje, me një fillim të ri, ose në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Nëse ka ndodhur diçka, ka qenë një lloj karme në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe do mendoni se çfarë mund t'i bëni këto para, nëse ju dëshironi të investoni diku për një pjesë, nëse doni të hiqni disa kursime, do analizoni gjithçka në lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj, dhe do mendoni se si të jepni drejtim punës, karrierës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike. Duke bërë, sepse shoh që keni një rritje të konsiderueshme ekonomike, për një pjesë tjetër ju shoh që ju do filloni të realizoni gjithçka ju keni dëshiruar. Një njohje të re, famën, lavdin, anën tuaj profesionale, sepse i kemi të gjitha energjit këtu, ose ju të jeni më të qëndrueshëm, të ndjeni më të sigurt në lidhje me anën ekonomike, sepse ju shoh që ju jep siguri kjo ekonomi,
në lidhje me dokumentat të ndryshme, me studimet për një pjesë tjetër, ose edhe shoh edhe një rritje në karrierë. Ju shoh që do keni talente gjatë kësaj jave. Shfrytëzojeni këtë gjë në fund të javës. Gjithsesi dilni nga energjia e sakrificave, sepse ju shoh që mendoni gjatë gjithë kohës se çfarë keni sakrifikuar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike shumë fort. Thjesht manifestoni, sepse fundi javës ju jep mundësi për të realizuar gjërat që ju vërtet dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë dhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video në këtë kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi energjinë e shenjës Gafores, kemi gjitha energjitë e shenjave të horoskopit dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, është një javë ku edhe Jupiterin do ta keni në shtëpinë tuaj, kështu që ju do jeni protagonistët e kalimit të Jupiterit. Dhe shoh që ju mund të keni dhe ascendenten, diellin ose hënën mund ta keni mund ta shihni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, unë shoh që ju do keni udhëtime, do keni njohje në këto udhëtime që do keni. Shoh sukses, do të jepni drejtim familjes, shtëpisë, fëmijëve tuaj, punës, anës ekonomike. Do jeni të përqendruar te suksesi juaj, te ana tuaj profesionale, te udhëtime të ndryshme gjatë fillimit të javës. Por në mesin e javës shoh që ju keni manifestuar në lidhje me diçka. Çfarëdo që të keni manifestuar në lidhje me një dashuri, atëherë është momenti që ju ta realizoni. Sepse ju shoh që jeni duke kërkuar një dashuri. Për pjesën tjetër, shoh në lidhje me marrëdhëniet familjare ose diçka tjetër, jeni në kërkim të diçkaje, por jeni në një javë ku mund t'i realizoni këto, ose në lidhje me talentet tuaja, është momenti që ju të realizoni gjithçka në lidhje me talentet tuaja, në lidhje me udhëtimet, në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, me tregti të ndryshme që mund të keni, sepse shoh që jepni drejtim në këto udhëtime, me studimet thanë, me anën shëndetësore, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni, ose edhe në lidhje me anën ekonomike, shoh shumë fort këtu. Më thënë, janë të gjitha energjitë, është një javë ku ju mund të realizoni gjithçka që ju dëshironi gjatë kësaj jave, në lidhje me lumturinë tuaj, me financat, në lidhje me shoqërinë, me gjithçka. Është një javë fantastike, shfrytëzojeni të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju shoh në fillim të javës kemi bënë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit. Mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, por shoh që jeni përqendruar shumë në një lloj trishtimi, dhe unë shoh që në mes të javës është një periudhë shërimi në lidhje me ju. Por për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, sepse ju shoh që mendoni seriozisht, po ndiheni të frikësuar se mos ky person ju refuzon për të bërë një fillim të ri. Por shoh që ju harrini një lloj shërimi, jeni përqendruar te vetja juaj, te trupi juaj dhe ky person po ju drejton një këtë kupë emocionale,
po ju jep këtë dashuri që dhe ju të buzëqeshni dhe të bëni këtë fillim të ri. Dhe për pjesën tjetër, jeni duke menduar në lidhje me anën tuaj ekonomike. Mund të mendoni në lidhje me kredi, me banka, me borxhe për një pjesë tjetër. Dhe nuk e di, ju shoh pak të friksuar këtu në lidhje me diçka, nga ana ekonomike. Edhe pse po mendoni shumë seriozisht, jeni në një pozicion të mirë për t'i menduar këto gjëra, por ju shoh jeni përqendruar kaq shumë sa që nuk shikoni një mundësi që ju jepet këtu nga ana ekonomike, ose në lidhje me bankat ose me kredit që mund të keni, ose edhe me çështje dhe situata financiare të ndryshme që mund të keni. Por në fund të javës, unë shoh që ju do bëni fillime të reja, që do marrni një zhvillim shumë të mirë. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri me këtë person që po ju dhuron këtë kupë emocionale. Mund të jetë, jo mund, por është një fillim i ri në dashuri, një kontratë e re, një bashkëpunim, një partneritet, ose edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, një fillim i ri ekonomik, në lidhje me kreditë ndryshme që ju dëshironi, mund të jetë një fillim i ri shpirtëror, sepse shoh jeni në një fazë që vërtet sikur po shironi veten dhe dëshironi të çliroheni në lidhje me situata, domethënë që mund të keni qenë pak të friksuar, i shoh, por gjithsesi shoh një shirim dhe fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira gjatë kësaj periudhe. Dhe ju sikur do t'ju largohet diçka e rëndë që keni kaluar deri tani dhe aty do t'ju presin ose do ndiheni më të çliruar në lidhje me këto fillime të reja që ju do bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.